Në praninë e adhuruesve të shumtë të fjalës së shkruar në Qendrën për Kulturë në Kërçov u promovua libri Antologjia e penave të përbashkëta të krijuesve letrar kërçovar i autorit Shefik Sadiku. Ky libër i prezanton lexuesit krijimet letrare të autorëve kërçovar të botuara gjatë periudhës së kaluar. Padyshim se ky libër do të shërbejë gjeneratave të reja dhe studiuesve të rinj të krijimtarisë letrare në hapësirat tona. Të pranishmit fillimisht i përshëndeti autori Shefik Sadiku, ndërsa rreth përmbajtjes së këtij libri folën edhe redaktori Ahmet Mora dhe recenzenti Ilmi Veliu. Të pranishëm, mirë se keni ardhur. Sot jemi mbledhur këtu për të dëgjuar ato që e kemi bërë publike disa herë. Për ju të nderuar, do t'ju njoftojmë për veprën e parë apo të vetën libër të këtij lloji, e cila quhet Antologjia e penave të përbashkëta të autorëve kërçovar, i cili autor jam unë. Të nderuar pjesëmarrës, këtë dëshirë e kam pasur të ngulitur që herët. Pra, para 40 vitesh, kjo ide më ka lindur, që kur kam filluar të krijoj krijimet e mia letrare. Nga atëherë, këtë vepër kam pasur në mendje, edhe kam vendosur, prej atëherë e erdhi koha që edhe sot të realizohet ky libër i përbashkët të gjithë krijuesve letrar apo i kërçovarëve. Besoni se nuk e kam pasur lehtë për të mbledhur të dhënat për ta kryer këtë libër që kam bërë sot. Nuk dua të marr kohë. Antologjia e krijuesve letrar në të janë përfshirë të gjithë, përveç atyre që nuk kanë dashur të bëhen pjesë e këtij libri. Kurse ne i kemi përfshirë edhe ata që nuk janë më në mesin tonë. Të nderuar të pranishëm, punimet e krijuesve janë hedhur në këtë antologji për të lexuar, por të zhytesh ngadalë në krijimtarinë e poetit ose të poeteshës, për ta kuptuar thellësinë e tyre, të ndalësh në fjalët të jetuar, brenda saj, kështu bëhet më e mirë poezia kur hyn në brendësinë e krijuesit apo krijueses. Në këtë antologji jam munduar të mos lëshohet gabim, por është e pamundur të mos ndodhi një gjë e tillë. Pra, për çdo gabim kërkoj ndjes. Kisha lutur të tjerët të thonë atë që mendojnë lidhur me antologjinë. Lidhur me këtë ditë që jemi mbledhur këtu, le të theksohet edhe për ndihmën që na mbështeti dhe na ofroi drejtori i Pallatit të Kulturës Mazllam Osmani. Ju faleminderit. Përshëndetje adhurues të penës. Gëzohen që kemi rastin të jena të mbledhur për një manifestim i cili është si ky që është antologjia e penave të gjithë shkrimtarëve të Kërçovës ose rrethinës me Gjergj. Për të folur për këtë antologji ka shumë çka të folet, por njëherë duhet të jena me njohës zotëri Shefik Sadiku, i cili e morri hapin dhe e kreu këtë punë të vlefshme e cila do të ngeli për gjeneratat në ardhmëri. Më kujtohet shumë mirë kur para një viti patim rastin të takohemi me zotërin Shefikun dhe më thotë, e kam ndërmend të botoj një antologji e cila do të përfshi gati të gjitha krijuesit në e penës shqiptare në Kërçovë. I tha shumë ide e mirë, dhe mos luhatësh nga ajo.
Mirë po ndërkohë, të ne shqiptarë si zakonisht, u paraqit një segregacion, unë do t'a quj, nga vetë shoqata e shkrimtarëve të Kërçovës, të cilën kur e kemi themelu ne, unë ja kam vëndu dhe emnin Mugullim, dhe ata ja kanë ndryshu, dërhyjnë me Zotin Shefikun në vend që ta përkrahin për një punë shumë fisnike dhe shumë madhore, ata ju kundërvuan dhe formuan grupin e vetë dhe botuan një formë antologjie tjetër e cila nuk dihet se çka është, edhe sa ka përfshi prej vendës shqiptare. Është gjë shumë e keqe kur për një ide e cila vlen të përkrahet dhe duhet të zmadhohet në çdo aspekt, ne nuk e përkrahim, por përkundrazi shikojmë ta penguem derisa të mundena e shumë e rrallë. Për të folur për antologjinë është e kohët, vetëm mundemi t'i falenderojmë Zotin Shefik Sadikut për punën, mundin dhe veprimtarinë që dha të paluhashme, që e dha me një konsekuencë të fortë, njerëzore, për të nxjerrë diçka e cila do të ngeli për brezat e ri. Ju faleminderit për ndihmën. Përshëndetje për të gjithë ju që jeni prezent, përshëndetje për të gjithë ata që emrat e tyre si poet janë të përfshira në antologjinë e Zotrit Shefik Sadikut. Ajo është një punë jashtëzakonisht e madhe, ajo është një punë jashtëzakonisht e vlefshme, ajo është një punë që deri sot askush nuk ka mund të bëj, dhe ne vazhdimisht, unë si historian, vazhdimisht e kam përmend dhe kam thënë se edhe poezia është histori, po edhe këngët që i ka këndu Vepi Aziri janë histori. Se nëse nuk ishin këngët tona popullore, ne nuk do të dinim kush ka qenë Sultana Qafa, e kush ka qenë Sefer Zajazi dhe kush ka qenë Kalosh Dani. Pra këngët na kanë ndihmu dhe na kanë informu për ngjarjet tona në historinë tonë të kaluar. Po edhe poezit, edhe poetët tonë të nderuar, vazhdimisht me anë të poezive të tyre që na kanë lanë, na kanë informu dhe na kanë tregu për të kaluarën tonë shqiptare. Pra, edhe një herë urime autorit të librit, ajo është një punë jashtëzakonisht e madhe, është një punë jashtëzakonisht e vlefshme dhe është një punë e cila nuk mund të llogaritet se sa probleme ka pas ai dhe sa vështirësi për t'i përmbledh të gjithë ato të dhëna dhe për t'i votuar në një vepër të përbashkët. Faleminderit edhe një herë dhe urime autorit. Pllaka varësh në këtë hapësirë që sot duken shkorët, nuk janë paradokse që shihni me të vërtetë. Nga kjo hapësirë rreth historia që e ka mbuluar shkura e barë, dem baba dem përsërisin se këto varre janë shqiptare. Në këtë hapësirë toksore që shtrihen këto varre, mbuluar me barë, drunj dhe shkurre, është ruajtur fshetësi e madhe. Shekuj e shekuj kanë këlluar, banorët janë rënjës në fshat, se ky vend ka histori, lashtësi e varre. E këto varre dëshmon se janë ilire. Ju tradhtar dhe armiq, mos bëni hatan, në këto varre të poçme, të gjithë
janë shqiptarë. Titullin e ka Ilirida. Shumë prej nesh, mendoj mbi 70% nuk e din se çka është Ilirida dhe fuqinë e Ilirida. A unë ka pushu poezi, të cilën e pakëzoj me titullin Ilirida. Buqet Ilirida për shtet formim, ide projekt i vetëm për federalizim, ideologi mbreslënse që në 1990 shpallur federat të ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Ide projekt i kryetarit të Partisë për Prosperitet Demokratik për në përqof e Rëthina, një inovator i guximshëm e vegan Profatnetmora Luhaçi nuk ka pa pikë frike në 29/10/1990 në sheshin e Kërçovës heroike e shpall ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë shtet federal. Ilirida ushtimën për mbijetim pa Iliridën, Kosovë, e Çamëri, a Shqipëria nuk është e cila është e lanur shumë nuk është tamam. Bashkimi i këto shërojnë një nanë me të thella plakë, këto që shkruajnë në vargje e strofa është gjëzim faktoriografik e fakt se ajo jehonë fotografon detyron Perëndi, xhelatët dhe të gjitha të gjunjëzohen, dërsa rrugtet të humbin vezullim. Ju lexoj një poezi, e cila po ashtu është e përfshirë aty. Titulli është Unë nuk jam poet, por vetëm vajtoj. Unë nuk jam poet, por zemra më dhen, dhe të gjitha ato dhimbje unë i shkruaj. Unë nuk jam poet, por shpirti im ka halle, dhe unë dhimbjet e hallet i shkruaj në vargje. Unë nuk jam poet, por i burgosur politik, e duke ndetur në qeli kam shkruar edhe poezi. Unë nuk jam poet, por me ata jam rritur dhe vite kemi kaluar me poetët e nderuar. Poeti Shaqir Sadiku edhe Ferit Ramadani, poeti shumë i nderuar, ashtu nëna Shipe i bëni. Bashk ishëm në shkollë në fakultet në Prishtinë, edhe me Sali Ramadanin recitonin poezi. Me Sulejman Elezin edhe Osman Adilin, me Jusuf Gërballën edhe Fazli Halimin. Jetën bashk kaluan me ata shokët e mi, ata më frymëzuan që edhe unë të shkruaj poezi. Poetët ikën para kohe, shkuan në amëshim, mua më shkoj djali dhe mbeta në pikëllim. Kur ndërruan jetë ata poetët e mi, në ditën e varrimit, unë nuk recitova poezi. U lexova referatin dhe lutjen tek varri ishte poezia e fundit, lutje që i bona Zotit. Për shpirtin e Feritit dhe Shaqir Sadikut, për Sali Ramadanin dhe Sulejman Elezit. Faleminderit.